Kanadaja dhe Kina po krijojnë një partneritet të ri strategjik që premton përfitime historike duke shfrytzuar pikat e forta të njëra tjetrës, i tha kryeministri kanadez Mark Carney udhëheqësit kinez Xi Jinping. Kryeministri par kanadez që viziton Kinën që nga viti 2017, Carney kishte misionin për të rindërtuar lidhjet me partnerin e dytë më të madh tregtar të Kanadas pas Shteteve të Bashkuara, pas muajsh përpjekjesh diplomatike për të zgjidhur tensionet e mëparshme. Është e rëndësishme të fillojmë këtë partneritet të ri strategjik në një kohëpërçarjesh, i tha Carney Xi Jinpingut, duke bërë thirrje për përqendrim në fushat që mund të sjellin fitime historike për të dy palët, siç janë bujqësia, agroushqimi, energjia dhe financat. Këtu besoj se mund të bëjmë përparim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm, shtoi ai. Kanadaja po kërkon të forcojë lidhjet me ekonominë e dytë më të madhe në botë pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarifa për disa nga mallrat e saj dhe sugjeroi se aleati i ershëm i Shteteve të Bashkuara mund të bëhet shteti 51 i vendit. Kina e goditur në mënyrë të ngjashme nga tarifat e Trump që kur ai u kthye në shtëpinë e bardhë vitin e kaluar, është gjithashtu e prirur të bashkëpunojë me një vend të grupit të 7 në një sferë tradicionale të ndikimit të Shteteve të Bashkuara. Pres me padurim të vazhdoj të punoj me ju, me një ndjenjë përgjegjësie ndaj historisë, popujve tanë dhe botës për të përmirësuar më tej marrëdhëniet Kinë-Kanada, tha Xi Jinping. Analistët thonë se afrimi mund të riformësojë kontekstin politik dhe ekonomik në të cilin zhvillohet rivaliteti kino-amerikan, megjithse Ottawa nuk pritet të largohet në mënyrë dramatike nga Washingtoni. Pavarësisht perspektivave për partneritet, disa çështje ekonomike dhe tregtare mbeten për të zgjidhur. Në vitin 2024, qeveria e ish-kryeministrit Justin Trudeau vendosi tarifa për automjetet elektrike kineze pas sanksioneve të ngjashme të Shteteve të Bashkuara. Në atë kohë Trudeau justifikoi tarifat me arsyetimin e avantazheve të padrejta në tregun global të siguruara nga prodhuesit kinez fal subvencioneve shtetërore, një skenar që mund të dëmtonte industrinë kanadeze të automobilave. Kina u akmor marsin e kaluar me tarifa mbi më shumë se 2.6 miliard dollar produkte bujqësore dhe ushqimore kanadeze, të tilla si vaj dhe mielli kanolës, të ndjekura nga tarifa mbi faren e kanolës në gusht, duke çuar në një rënje prej 10.4% në vitin 2025 në importet kineze të mallrave kanadeze.